duhet ka për të rritë në futbol. Nuk është e njëjta gjë si biznes, si blej një gjë dhe shit një gjë, fito 5 lekë dhe nesër fito 6. Po flasim për marrëdhënie njerëzore, po flasim për fëmijë që duhet rriten, të edukohen, të fitoj kulturë, duhet fitojmë gjithë ne bashkë, domethënë le të themi kulturën e dur për të arritur në ato nivel që jemi. Ne jemi rrit shumë. Ne po flasim sot për të shkuar në nivele akoma më të larta. Unë mendoj që ne jemi në nivelin e futbollit mbi nivelin mesatar të Europës. Dhe kjo është arritje, sepse në historinë tonë më parë, pavarësisht se njerëzit në përgjithësi ne jemi nostalgjik dhe themi ma menat e atëherë, po atëherë ne kemi qenë gjithmonë në vend fundit. Në gjithë historinë e Shqipërisë, Shqipëria ka qenë vend fundit. Pavarësisht se ma menat e atëherë. Kështu që ne jemi rrit dhe duhet vazhdojmë të rritë. Mos mendojmë që ne mund të bëjmë, ne punojmë, ne zhvillohemi, por Gjermania nuk po na pret, ne edhe ato zhvillohen. Kështu që ne duhet vrapojmë i tik më shumë për t'ju afruar atyre. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.